Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje. Do të zgjidhen konfliktet që keni midis njëri tjetrit, pra do të marrë një zgjidhje këto konflikte, në konflikt me njëri tjetrin. Do të zgjidhen së shteti këto konflikte me njëri tjetrin, do të marrë një zgjidhje. Personi juaj është larg dhe mban këtë vuajtje shpirtërore për ty, mbretëreshën e kupave. Ju jeni një femër shumë e pastër shpirtërore. Ky është një person që ka fuqi dhe komandë, do të komandojë në këtë histori, do të ketë fuqinë e tij, komandën e tij, lufton forcët që situata të ndryshojë, pra të zgjidhen këto konflikte që ju keni me njëri tjetrin, këtë mosmarrëveshje. Mbretëresha e paqes jeni ju për të. Ju jeni femra e tij paqësore. Ky person është shumë i dashuruar me ju. Kjo letër më tregon pasionin e fortë që ka ky person për ju. Është jashtë, është person që është i fokusuar shumë tek monedat dhe mërzitet kur nuk ka shumë bollëk, por juve ju ka si një dritë feneri në betmin e tij. Një lajm i papritur, shumë i befasishëm, do të ndryshojë dhe do të sheshojë komplet konfliktet që ju keni. Sepse ju jeni një person shumë i drejtë dhe ju keni një dashuri pafund për këtë person. Jeni të dy të dashuruar. Letra e dashurisë më tregon që ju jeni të dashuruar dhe konfliktet do t'i zgjidhni sepse brenda vetes tuaj ju keni shpirtin e mbushur plot me dashuri, të pastër, të sinqert. Me kë rezonon? Me kë gërm? Me Z, me gërmën N, gërmën Z, gërmën A, T, M, I, R, L, E, F, F. Kurse me shenjat e horoskopit mund të më rezonoj me peshoren, me peshqit, me luanin, me shigjetarin, me ujorin, me gaforen dhe me bigjëreshën. Faleminderit shumë miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, thank you, dhe një zemër poshtë videos për të më suportuar t'ju bëj video sa më të bukura.